kanë vërshua reagimet pas deklaratës së kryeministrit Mickoski se provimi i jurisprudencës mund të jepet edhe në gjuhën shqipe. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani tha se ministri i drejtësisë Igor Fillkov duhet menjëherë të japë dorëheqje. Pasi kryeministri konfirmoi sot se me ligj provimi i jurisprudencës mund të jepet në gjuhën shqipe, një gjë është e qartë, ministri i drejtësisë duhet të jep menjëherë dorëheqje, ndërsa për përfaqësuesit e Vlenit më mirë të mos shihen askund për një kohë. U kundërpërgjigje nga Vlen nga ku garantojnë se provimi i jurisprudencës do të jepet edhe në gjuhën shqipe. Nga atje fajsojnë BDI-n duke theksuar se me pushtet plot 20 vjet nuk e kanë kryer asnjë punë si duhet. BDI me pushtet plot 20 vjet nuk e ka kryer asnjë punë si duhet, gjithmonë me stërkëmbëza, gjithmonë me gjysmëzgjidhje. Prandaj duhej të shkonin në opozitë që shqiptarët ta shohin me sy se sa pa vullnet kanë qenë, pushtet patën, vullnet jo. Dorëheqjen e ministrit të drejtësisë e kërkuan edhe nga Aleanca për Shqiptarët Krahu i Zjadin Selës, ndërsa nga Krahu i Taravari thanë se provimi i jurisprudencës në Shqip është një e drejtë e fituar nga studentët. Deklarata e kryeministrit është përshëndetur edhe nga Shqipëria. Ministria për Evropë dhe çështje të jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka përgëzuar studentët shqiptar për mënyrën demokratike me të cilën kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Spiropali tha gjithashtu se e vlerësoi ngatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht kryeministrit Mickoski dhe zëvendës kryeministrit Sali, për të trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me Kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit.